Shka sa i përket kohës, itinerari, sepse ta zëm pije 8-8, ose gjdo 12 orë, se nëse harrojnë. A ma mirë është me marë 2 orë me vënez, a me kalu komplet? Jo, ma mirë është me marë, për shembull, në qofse ke harru dozën, e merë dozën që është në vijim. Se nuk bon me marë tani, për shembull, çdo 8 orë e ki, çdo 8 orë. Po? E merë 3 herë në ditë. Në qofse ke harru, vazhdon me orarin e njëjtë, që e ke pas, edhe vazhdon tutje. E anashkalon atë pjesën. A me anashkalu. Për shembull, hajde që po e demonstrojmë. Sot unë kam e pi antibiotikën në 12 ditës dhe në 12 natës. Në 12 natës kom harru me pi. A ma mirë është më qunë 2 kur mu ka kujtu e me pi, a me lanë 12 ditës me i marë 2 doza dhe për të pramshit. Për në qofë se vendos me uqu në ora D, atëherë duhet me uqu edhe në 2 në ora 14 i bjen me marë. Dhe me thonë tani mi andru edhe tjetrën? Janë ndëron. Janë ndëron. A kështu në qofë se është për shembull antibiotiku çdo 8 orë, 3 herë në ditë, atëherë e anashkalon, tash nëse është vakti afër, atëherë se merr vaktin tjetër. A tani kur ta anashkalesh që vaktin e arshëm, a e pin dozën normale a dyfishon me... Jo, nuk e dyfishon. Nuk e dyfishon? Jo, nuk e dyfishon, se tani bon problem edhe mëlqis, po edhe lukthit. Po. Mirë, se që ta kemi të qartë, sepse zakonisht boll, lojmë alarme, kështu po që ti ka një herë antibiotiku. Mo dhe dhe sartë janë i dikujnë pik ditës alarmin e di që e ka nëjë antibiotik me pi. Po ka njerëz që bon alarmi çdo gjysore, çdo 1 orë, edhe në grup moshat e treta, zakonisht.